Nga 800.000 vota që e sollën në pushtet 12 vjet më parë, Edi Rama synon që në 11 maj të marrë mandatin e 4 qeverisës me 1 milion vota, duke shtuar edhe mbështetjen e diasporës. Kryeministri i vendit theksoi se këto zgjedhje janë të një rëndësie të posaçme gjeopolitike, pasi për herë të parë Shqipëria ka një mundësi reale për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Në fund të ditës ne jemi këtu mishërimi i vullnetit të afro 800.000 shqiptarëve dhe shqiptarëve që me votën e diasporës mund të shkojnë afër 1 milionshit. Dhe është e pamundur të mos mendojmë edhe të mos përpiqemi që këtë forcë t'u vëmë dispozicion të gjithëve, pavarësisht dallimeve që mund të kemi në tryezë kur flasim për pikpamjet tona lidhur me një çështje apo me një çështje tjetër. Në fund ne duhet të jemi të gatshëm që Partinë Socialiste t'ia vënë në dispozicion të gjithë atyre që duan të realizojnë dhe që ndajnë me ne qëllime të mëdha. Dhe në këndvështrimin tim asnjëherë më parë, të paktën qysh se unë jam në krye të Partisë Socialiste, nuk ka pasur një moment zgjedhor si ky, me një peshë specifike gjeopolitike. Patjetër që të gjitha zgjedhjet kanë qenë të rëndësishme, patjetër që në çdo zgjedhje një parti si e jona hyn për të fituar, dhe patjetër që çdo zgjedhje ka pasur peshën e vetë mbi fatin dhe mbi ecurinë e vendit, por këto zgjedhje kanë një peshë specifike të posaçme, sepse besoj që qysh nga zgjedhjet e para pluraliste, ose le të themi 2 zgjedhjet e para, ato të 91-shit dhe 92-shit, këto zgjedhje janë të parat zgjedhje që kanë një rëndësi të posaçme gjeopolitike për Shqipërinë. Për herë të parë në eksperiencën time të drejt për drejt, mundësia e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian është reale. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë u ndal edhe tek kundërshtarët politik, ku tha se është e kohë të besosh se mund të vijë diçka e mirë për vendin, duke dalë dhe kërkuar vota për ata që kanë përballë. Nga se rrezikohet kjo, se dikush mund thotë që po të gjithë këtu duan ta çojnë Shqipërinë BE. Edhe Këneta BE, thot gjithë ditën. Gjithë bretkocat BE-n kanë në gojë, pse duhet të shkoj vota të Partia Socialiste? E thash dhe më parë, ky është një moment në histori. Kjo është një dritare e hapur. Ky është një tren që është para nesh në stacion. Dhe ka ndaluar me një kohë të caktuar. Koha është 2027. Dhe prandaj 11 maj duhet jetë vula e shumicës dërmuese shqiptarëve për t'i thënë kësaj skuadre vazhdoni punën, sepse asgjë nuk lëviz. Rama u ripërsëriti kandidatëve nevojën që gjatë fushatës të flasin njerëzve për rëndësinë e këtij momenti dhe rëndësinë e këtij ndryshimi të statusit. Ai theksoi se vetëm duke hyrë në Bashkimin Evropian, Shqipëria mund të sigurojë një herë mirë lirinë individuale për çdo individ, pasi sipas tij liria individuale e gjithë secilit është e kërcënuar, për sa kohë Shqipëria mbetet jashtë Bashkimit Evropian.